Shtypi spanjoll i kushton një artikull romanit të fundit të autorit shqiptar Fatos Kongoli Bolero në Vilën e Pleqjve. Vepra është sjellë në spanjisht nga shtëpia botuese Siruela e Madridit e përkthyer nga Ramon Sánchez Lizarralde. Faqja e kritikës letrare të së përditshme se El País flet për romanin 260 faqesh që e cilëson një dëshmi të shoqërisë shqiptare në tranzicion. Në faqet e saj, gazeta i bën një përmbledhje romanit që është dëshmi e një shoqërie të martirizuar nga përmbushja e disa prej profecive të kapitalizmit, ku vetëm i fortë do të mbijetonte dhe një racë e re hajdutësh dhe vrasësish do të kapnin vendin, duke u pasuruar, rrëfyer përmes situatave të protagonistëve që autori sjell më shumë si vëzhgues i vendosur në periferi të ngjarjeve, shkruan kritiku Ignacio Vidal Folk në faqet e gazetës. Por Kongolin thuhet se vjen më i sigurt si shkrimtar në këtë rrëfim. Libri sjell rrëfimin e një infermiere që zbulon misteret e saj, dramat e personazheve me ndërlikime, dëshirat e fshehura në një mjedis të egër të pamëshirshëm, ku femra është më e pambrojtura. Personazhet e tij janë pjesë e një shoqërie jo funksionale në tranzicion, shtuar elementet e intrigës dhe një dozë egzotizmi degradues. Sipas El País, me këto ndërhyrje autori bëhet pjesë e katalogëve të botuesve më të shquar të Europës perëndimore. Në Spanjë janë botuar 3 vepra të Fatos Kongolit, 2 të mëparshmet Jeta në kuti shkrepse dhe Lëkura e qenit.